Shikues të nderuar, mirëmbrëma, do t'jemi bashkë në rreth e qark për sot, ku si çdo mbrëmje do të ndalemi tek zhvillimet më të nxehta rreth globit dhe rajonit. Unë jam Rosalba Bejdo. Një armpushim që ekziston vetëm në letër, një marrëveshje që askush nuk po e nënshkruan dhe një rajon që po i afrohet sërish buzës së Greminës. Lindja e mesme po jeton një nga momentet e saj më të rrezikshme, ndërsa Irani dhe Shtetet e Bashkuara po shkëmbejnë jo vetëm akuza, por edhe goditje ushtarake në vend të uljes së tensioneve. Çdo ditë po sjell një përshkallëzim të ri. Mesazhi i Teheranit është i prerë, nuk do të ketë më negociata me Washingtonin për sa kohë. Vazhdojnë operacionet izraelite në Gaza dhe Liban, por kërcënimi shkon edhe më tej. Mediat në Iran thonë se fronti i rezistencës që përfshin aleatët e Teheranit në Yemen, Liban dhe Irak ka përcaktuar një agjent për të mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit dhe për të aktivizuar fronte të tjera, përfshirë në ngushticën e Bab el Mandeb si ndëshkim për Izraelin dhe aleatët e vet. Ndërkohë sulmet amerikane ndaj objektiveve iraniane dhe kundër përgjigjet e Teheranit tregojnë se armpushimi është më shumë se një pauzë brisht sesa një rrugë drejt paqes. Raketat që fluturojnë mbi gjirin persik, alarmet në Kuvajt dhe kërcënimet për hakmarrje dëshmojnë se mjafton një gabim i vetëm për të ndezur një konflikt shumë më të gjerm. Paradoksi është i qartë, të gjitha palët flasin për marrëveshje, por veprojnë sikur po përgatiten për luftë. Dhe ndërsa diplomatët vazhdojnë bisedimet, koha po punon kundër tyre. Pyetja që shtrohet sot nuk është nëse kriza do të përshkallëzohet, por nëse diplomacia do të arrijë të ndalojë përpara se lindja e mesme të shpërthejë rrezikshëm. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Nga deklaratat për marrëveshje të afërt, SBA dhe Irani kaluan shpejt tek shkëmbimi i sulmeve të reja, e më pas tek kërcënimi i pezullimit të bisedimeve të paqes. Mediat në Teheran njoftuan se vendi do të ndërpres çdo komunikim me SBA-n në shenjë proteste kundër sulmeve izraelite në Liban. Ky ka qenë një prej parakushteve të armpushimit që tani është të shkelur në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, thuhet në deklaratën e lexuar nga media Tasnim. Irani bën thirrje për ndalje të menjëhershme të luftrave në Gaza dhe Liban dhe të reqjen e plotë të ushtrisë izraelite nga Libani. Tasnim shton se Teherani dhe milicit aleate të aksit të rezistencës në rajon kanë përcaktuar në agjendën e tyre mbylljen e plotë të ngushticës së Hormuzit dhe aktivizimin e fronteve të tjera, përfshirë në ngushticën e Bab el Mandeb në jug të detit të Kuq. Menjëherë më pas, presidenti amerikan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe njoftoi se luftimet në Liban do të përfundonin. Pata një telefonat shumë produktive me kryeministrin Bibi Netanyahu të Izraelit. Asnjë ushtar nuk do dërgohet në Beirut dhe trupat që ishin nisur për të shkuar atje janë tërhequr. Në të njëjtën kohë, përmes përfaqësuesve të nivelit të lartë, pata një bisedë shumë të mirë me Hezbollahun, që pranoi se çdo sulm e Izraelit do të ndalet. Izraeli nuk do të sulmojë ata dhe ata nuk do të godasin Izraelin. Në një intervistë për NBC, presidenti theksoi se nuk ishte informuar nga Irani për pezullim të mundshëm të bisedimeve, duke shtuar se edhe nëse do të ndodhte nuk do t'i interesonte as pak. Përshkallëzimi erdhi pasi kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi zgjerim të ofensivës në Liban, ku siç tha do të goditeshin objektiv terrorist në distriktin e Daihe në jug të Beirutit. Mediat në Izrael shkruajnë se një sulm i shkallës së gjerë në kryeqytetin libanez ishte ndaluar në minutat e fundit nga ndërhyrja amerikane, po ashtu tensionet mes SBA-s dhe Iranit u përshkallëzuan orët e fundit, me SBA-n që goditi zona ushtarake iraniane dhe Teheranin që u kundërpërgjigj, duke shënjestruar një bazë amerikane në Kuvajt. Irani është në gjendje që të lëshojë shumë më tepër raketa me rreze të gjatë veprimin ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të lindjes së mesme, pasi ka avancuar ndjeshëm në rikuperimin e arsenaleve të fshehura në tunelet nëntoksore. Për javë me radhë, sulmet e SBA-s dhe Izraelit kufizuan aksesin e Iranit në këto objekte, duke shkatëruar rrugët hyrëse dhe duke bllokuar hyrjet e tuneleve. Megjithatë, imazhet satelitore të analizuara nga CNN tregojnë se autoritetet iraniane kanë përdorur pajisje të zakonshme si buldozer dhe kamion për të larguar rënojat dhe për të rikthyer funksionalitetin e bazave. Sipas ekspertëve, kjo dëshmon se kapacitetet raketore të Iranit nuk mund të neutralizohen vetëm duke goditur hyrjet e tuneleve. Më shumë se 7 javë pas armpushimit, ritmi i punimeve është përshpejtuar ndjeshëm sipas analizës së CNN. Irani ka rihapur 50 nga 69 hyrjet e tuneleve që u goditën nga SBA dhe Izraeli në 18 objekte të ndryshme raketore nëntoksore. Përveç tuneleve, thot CNN, janë riparuar edhe pjesë të tjera të infrastrukturës ushtarake.
Imazhet satelitore tregojnë se pothuajse të gjitha krateret e krijuara nga bombardimet në rrugët që shërbejnë për lëvizjen e raketahedhësve janë mbushur, ndërsa në 2 zona rrugët janë asfaltuar sërish, duke rikthyer plotësisht përdorimin e tyre. Ndërsa bota priste lajme për një marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, zhvillimet e orëve të fundit kanë rikthyer frikën në një përshkallëzim të ri. Sulme të reja, kërcënime për pezullim të negociatave, tensione në Hormuz dhe zgjerimi i konfliktit në Liban, po hedhin gjithmonë më shumë dyshime mbi fatin e diplomacisë. Në të njëjtën kohë, lufta në Ukrainë po hyn në një fazë edhe më agresive, ndërsa Europa po përballet me shqetësime në rritje për sigurinë e saj, pas incidenteve të përsëritura pranë kufive të NATO-s. Për të analizuar këto zhvillime kam kënaqësinë të kem sot në një lidhje Dorand Vojkën, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare me bazë në SBA dhe drejtues i portalit evërteta.net. Dorand, të falenderoj që na bashkohesh sot, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Rosalba, gjithnjë kënaqësi është e imja. Zhvillimet e orëve të fundit flasin çdo gjë tjetër përveç se një marrëveshje të afërt, siç po pretendoi ditët e fundit mes SBA-s dhe Iranit, teksa pam shkëmbime të reja sulmesh dhe kërcënimin e Iranit për të pezulluar negociatat për shkak të fushatës izraelite në Liban. A dështoi diplomacia apo mbetemi në taktika presioni? Rosalba, unë nuk e di se të shikon bota, po shpresoj që teleshikuesit tuaj së paku ata që të ndjekin ty dhe intervistat e mia me ty ta kenë kuptuar që ajo paqe ka qenë shumë e brisë, ne kemi thënë këtë në emisionin tënd, Rosalba, shumë herë. Ka qenë paqe e brisë sepse kjo paqe ka shumë armiq, ka armiq të jashtëm, armiq të brendshëm, po le të kthehemi në fillim fare tek ajo që ndodhi. Pra, përpara disa orësh, Ministri i jashtëm Arakçi, ministri i jashtëm i Iranit, tha se paqja domethënë është mbyllur, sipas liderit Khameneit nuk do të ketë më bisedime me amerikanët, dhe kjo për vetë faktin sepse Izraeli nga ana e vet ka jo vetëm që kanë sulmuar disa aparate shtetërore të Iranit në Iran, por gjithashtu vazhdon dhe luftën në Liban, dhe Libani ka qenë një pjesë e kësaj pjesë komprensive e kësaj paqe, me cilën është zhvilluar bashkëbisedimi midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Pra, kemi në këtë rast kemi dy forca të cilat e duan paqen, pra besoj Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe Irani, po kemi edhe një forcë e tretë e cila nuk e do paqen, besoj unë, dhe kjo forcë e tretë është Izraeli. Dhe këtë ka treguar me sulmet që i ka bërë Irani, duke e ditur me sulmet që i ka bërë, Libanit, duke e ditur se Libani është në qendër të pikave të paqes, të cilat po negocioheshin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani. Presidenti amerikan vazhdon të pretendojë se një marrëveshje është e afërt dhe se në fund gjithçka do të shkojë mirë. Megjithatë, situata në terren, siç e the ti, po tregon për shkallëzim, teksa për herë të tretë brenda disa ditësh u goditën objektiv iranian dhe pati shkëmbime sulmesh. Si ta shpjegojmë këtë kontrast, Dorand? Intervistat apo deklaratat e presidentit Trump duhen shikuar në disa drejtime. Ka deklarata të cilat janë drejtuar tregjeve financiare, tregjeve të bursës së naftës, ka dhe disa deklarata të cilat i drejtohen bazës së tij, pra i drejtohen njerëzve të cilët e ndjekin presidentin Trump, janë ata të cilët si thua amplifikojnë lajmet e presidentit Trump, amplifikojnë mendimet e presidentit Trump në rrjetet sociale dhe kështu, dhe disa deklarata të cilat i drejtohen Iranit për të pasur ato levat, për të përdorur të gjithë levat që ka në dorë presidenti Trump. Deklaratat e fundit presidenti Trump, unë besoj se janë drejtuar më shumë tregjeve dhe bazës së tij se sa Iranit. Dhe pse e them këtë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë kaluar nga një luftë kinetike, nga një luftë përballje me njëri tjetrin me ushtri, kanë kaluar në një luftë të ftohtë, pra në një luftë ekonomike, ku Shtetet e Bashkuara, ku Irani ka bllokuar ngushticën e Hormuzit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bllokuar këtë ngushticë në dalje të saj në oqean. Pra janë duke i bërë presion njëra tjetrës për të parë se kush palë po thyet më shpejt. Të gjitha kjo deklaratë e presidentit Trump për shembull ishte drejtuar tregjeve me kuptimin se presidenti Trump është midis një vendi ku duhet të ruajë çmimin e naftës, një çmim të ulët, sepse kjo si thua ndihmon ekonominë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sipas të gjitha gjasave, sipas të gjitha raportimeve kohët e fundit, ditët e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kemi parë një inflacion të shtuar, kemi parë një ekonomi jo aq reziliante siç ka qenë përpara luftës, ku ekonomia amerikane, edhe pse me inflacion, përsëri kishte një punësim, përsëri punësimi ishte në
hapat më të shpejta të saj. Përsëri si thosh ekonomia ishte vibrante. Tani kjo vibrancë e ekonomisë ka rënë dhe presidenti Trump po mundohet të ruaj aq sa ka mundësi të ruaj për sa i përket anës ekonomike të saj. Dhe këto deklarata pikërisht i drejtojnë kësaj për të manipuluar tregun. Qartë. Teherani flet për një agjendë të përbashkët me aleatët e frontit të rezistencës për të bllokuar plotësisht Hormuzin dhe po ashtu për të aktivizuar fronte të reja si ai në Bab el Mandeb në deklaratat e fundit që ka bërë kur ka njoftuar edhe pezullim të negociatave. Kjo do të thotë zgjerimi i luftës dhe përfshirja aktive e aktorëve të tjerë. Sa i rrezikshëm është një përshkallëzim i tillë, Doran, dhe çfarë do të thoshte edhe bllokimi i ngushticës tjetër? Ne të kalojmë fillim fare tek bllokimi i restit të ngushticës së Hormuzit dhe pastaj të kalojmë te rrezikshmëria për sa i përket kësaj anës kronologjike, sepse unë besoj që bllokimi i ngushticës së Hormuzit është total i ngushticës së Hormuzit, do të japi një goditje ekonomisë botërore, jo një goditje finale, por një goditje e cila si thua, do ta shkunte ekonominë e botës në mënyrë siç nuk është parë më parë. Dhe pse e them këtë? Ka disa kohë që ngushtica e Hormuzit duket sikur nuk është relevante për sa i përket ekonomisë botërore dhe kjo nuk është sepse i ka rënë rëndësia e ngushticës së Hormuzit. Kjo është sepse bota deri tani ka përdorur rezervat e naftës të cilat ato gjithë shtetet botërore kanë pasur në mënyrë për ta balancuar këtë mungesë nafte që nuk po kalon nga ngushtica e Hormuzit dhe që nuk po nxirret nga toka sepse shumica e fuseve të naftës janë dëmtuar. Jo shumica, por një shumicë e theksuar e fuseve të naftës janë dëmtuar nga pjesa e parë dhe pjesa e dytë e luftës, si thua. Pra deri tani kemi pasur këto strategji botërore. Mirë, po ç'ndodh? Rezervat e naftës botërore janë duke u depletuar dhe një mbyllje totale e ngushticës së Hormuzit do sillte si thua një përshpejtim shumë më të shpejtë të rrëzimit të ekonomisë botërore se çfarë ka sjellur deri tani. Për sa i përket rrezikut, unë dua të them diçka me shumë rëndësi këtu, Alba, sepse besoj që teleshikuesit kanë nevojë ta dëgjojnë të vërtetën, si thua. Nuk është se presidenti Trump nuk ka pasur mundësi të të marrë të gjitha ato që ka pasur nevojë të marrë apo ka qenë nevojshme të marrë për sa i përket sulmit të Iranit. Presidenti Trump e di që opsionet e tij për sa i përket sulmit të Iranit janë të kufizuara. Dhe ç'duhet të them me këtë? Gjatë periudhës kur ra një avioni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën një aksion për të nxjerrë pilotin nga Irani, ata panë se si do të kalonte një përballje ndërmjet Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit dhe kjo besoj unë se futi në nguliti në kokën e presidentit Trump që për të çuar ushtarin në Iran kjo nuk është një opsion. Për sa i përket goditjeve të Iranit, goditjeve të infrastrukturës energjetike të Iranit dhe një goditje totale ashtu siç pretendohet të bëhet nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këtë presidenti Trump e di që nuk ka mundësi të bëhet sepse për dy arsye. Në radhë parë, nëse do kishte mundësi të bëhej, do ishte bërë. Përse nuk ka mundësi të bëhet? Sepse përgjigjja e Iranit do të bënte po të njëjtën gjë në infrastrukturën energjetike në lindjen e mesme dhe kjo do të sillte në qoftë se mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të sillte përshpejtimin e krizës botërore. Se to është kundër përgjigja totale e Iranit do të sillte shkatërimin e ekonomisë botërore jo vetëm përshpejtim, por shkatërimin e ekonomisë botërore në përmasat pa parë ndonjëherë besoj unë në kohën e civilizuar. Dhe prandaj besoj që presidenti Trump i ka ato të kufizuara dhe këtu është rreziku. Këtu është rreziku sepse presidenti Trump nuk ka mundësi të reagojë dhe ai e di shumë mirë këtë. Irani ka shumë leva në dorë të cilat nuk i ka përdor, po i përdor vetëm Kush janë këto leva, Dorand? Janë bllokimi edhe i ngushticës së Bab el Mandeb, sepse ka kërcënuar që do ta spostoj frontin edhe atje dhe përfshirja pastaj aktorëve të tjerë si rebelët Houthi në Yemen apo edhe aktorë dhe pjesëtarë të aksit të rezistencës në zona të tjera. Dy më kryesorët besoj unë, tre më kryesorët janë këto. Mbyllja totale e ngushticës së Hormuzit, gjë të cilën ata sapo thanë që do ta bëjnë tani, goditja e komplet infrastrukturës energjetike në lindjen e mesme, përdorimi
i Houthit nga ana tjetër për të ndaluar si thua kalimin e anijeve në ngushticën në Bririn e Afrikës. Ajo është një ngushticë shumë e rëndësishme për Arabinë Saudite, nga ku Arabia Saudite ka mundësuar, e cila ka mundësuar si thua rimëkëmbje nga gati të Arabisë Saudite, sepse jo vetëm po përdor këtë ngushticë, pra por edhe nga rritja e çmimeve të naftës, ekonomia e tyre, por rimëkëmbet sipas vet Bloombergut këtu në Amerikë, pra mbyllja e kësaj ngushtice do të ishte një katastrofë totale botërore. Dhe jo vetëm këtë, po dhe kputja e kablove të internetit, sepse kjo është diçka tjetër, unë kam shkuar ka kohë këtë. Kputja e kablove të internetit, të cilat kalojnë në ngushticën e Hormuzit, do të sjellë një katastrofë globale për sa i përket lëvizjes së datave, së informacionit kompjuterik, sepse kablot e internetit që kalojnë nga ngushtica e Hormuzit janë të lidhura, si thua, përbëjnë ato nyjen lidhëse midis Evropës, Azisë së Mesme dhe Azisë së Largët, dhe kanë qendrat e tyre në Doha, në Katar, në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe një goditje e këtyre qendrave dataset që janë kompjuterike në këto vende, së bashku me pritjen e kablove që kalojnë në ngushticën e Hormuzit, do të kishte një terë global për sa i përket internetit dhe informacioneve që kalojnë nëpërmjet kompjuterave, dhe nuk do të harruar që shkëmbimi i parave, se nuk kemi internet ne dhe s'na gjeti, si thua, po ky interneti përdoret për shkëmbim parash, bankat përdoren internet, pra këto kablla kanë një informacion të jashtëzakonshëm që kalon nëpër to, dhe si thua, prishja e tyre, siç thash, do të ishte një pjesë e kësaj kaskade e cila nëse do të fuste e gjitha në kohë, në të njëjtën kohë, do të sillte një katastrofë globale ekonomike, dhe presidenti Trump e di këtë. Për sa i përket involvimit të Hezbollah apo të grupimeve të tjera në lindjen e mesme, kjo do të ketë një rëndësi, po siç thash, nuk e ka të rëndësinë globale, kjo ka një rëndësi regionale në lindjen e mesme, për të përhapur luftën në lindjen e mesme, dhe ka rëndësi shumë të madhe, sepse si thua, Iraku është shumicë e theksuar e Irakut është në kontrollin e shiajve, pra kontrollin e atyre që përkrajnë regjimin apo qeverinë e Iranit. Pra kjo do të sillte një përçarje totale, po një luftë regionale. Për sa i përket kataklizmës botërore, kjo nuk do të sillte, besoj, diçka në kataklizmën botërore. Pra, si thua, futja e këtyre palëve në luftë. Që tham, Durant, vetëm pak ditë më herët, po diskutohej që kishim një marrëveshje gati për të nënshkruar, mungonte vetëm firma e presidentit amerikan, dhe më pas qëndrime kontradiktore. Mediat po raportojnë se SBA kërkon vazhdimisht ndryshim të kushteve, veçanërisht për Hormuzin dhe programin bërthamor, por Irani ka sinjalizuar se nuk lëviz sa i përket qëndrimit për këto çështje. Duke konsideruar këtë ngërç, a ka gjas më të ketë një dakordsi? Edhe unë, kur ata hapen emisionet, kur thash që teleshikuesit së pakut të këtij emisioni do duhet ta dinin këtë, do duhet ta dinin se ne kemi thënë në emisionin tënd, Alba, shumë herë, ku e kemi theksuar që marrëveshja nuk është aq e afërt sa na shitej ne. Dhe këto deklaratat presidentit Trump, unë dhe teleshikuesit tuaj shpresoj t'i kem parë si deklaratat të cilat kanë qenë deklarata për të influencuar tregun e naftës, në mënyrë që të mbajnë në presion këtë, si thua, uljen e çmimeve të naftës dhe kështu me radhë. Pra, dhe për teleshikuesit tuaj, nëse ata duan të shikojnë deklaratat e presidentit Trump, deklaratat që bëhen në mëngjes me kohën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose që bëhen në darkë përpara se të mbyllen tregjet, janë deklaratat të cilat janë të influencuara më tepër për tregjet. Deklaratat që bëhen natën kur janë mbyllur çdo treg i financiar, këto janë deklaratat të cilat i drejtohen më tepër popullit amerikan, por i drejtohen dhe popullit iranian dhe regjimit iranian, dhe prandaj për t'i parë këto deklarata se ç'bëjnë. Ne e dim që së paku, për sa i përket palët nuk kanë qenë aq afër për të arritur paqen, dhe pse e them këtë, nëse shikojmë Iranin, nga ana e tij, Irani, si thua, akoma kujton se ka fituar, dhe jo se kujton, por në të vërtetë është në fitim, sepse
duhet kuptuar se ç'mendon Irani me fitimin. Irani mendon me fitimin, Irani nuk thotë që unë fitoj se do të shkoj të pushtoj Shtetet e Bashkuara, do të rrëzoj regjimin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Irani thotë unë fitoj se po mbijetoj. Dhe e vërteta është që Irani ka mbijetuar mënyra dhe jo vetëm kaq që ka mbijetuar, por ka mbijetuar në një situatë ku ka pasur presion jashtëzakonisht të madh të jashtëm, pra presion ushtarak të jashtëm, presion ekonomik të jashtëm, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i bën një presion jashtëzakonisht të madh ekonomik Iran, jo me sanksionet, por dhe me manipulimin e monedhës së tyre, ku ekonomia e Iranit, si thua, në këtë situatë është një ekonomi e brizë dhe e ndjen shumë atë manipulimin e monedhës. Pra jo vetëm kjo, po i bën presion edhe të brendshëm nëpërmjet agentëve të CIA-s, agentët Mossadit, të cilët po mundohen të organizojnë një revolucion nga brenda të Iranit. Pra kjo është shpresa e presidentit Trump, të organizojnë një revolucion nga brenda të Iranit, ku kjo palë të marr, kjo palë paqëdashëse sipas Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit të marrë në dorë frenat e Iranit. Fatkeqësisht, apo fatmirësisht, varet se si shikon këtë situatë. Kjo jo vetëm që s'ka ndodhur, por Irani e ka përdorur këtë kohë lufte, sidomos kjo pjesa e ushtrisë iraniane kanë përdorur këtë kohë lufte për të mbytur disidencën, për të shtuar më tepër kontrollin mbi popullsinë e vet. Pra Irani ka qenë shumë rezilient, besoj unë, për sa i përket jo vetëm përballimit të luftës nga jashtë, por edhe përballimit të situatës së brendshme dhe përballimit ekonomik. Dhe prandaj besoj që Irani nuk mendon që po e humb këtë luftë dhe nuk ka pse të vinë një tryezë paqe ku i kërkohet, si thua, për ta thjeshtëzuar të shkulen dhëmbët e forcës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë po i kërkojnë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe ata nuk e shikojnë veten akoma në situatën e humbjes së luftës, edhe pse besoj unë që presidenti Trump ka një problem me kohën, po përsëri nuk e shikojnë veten, si thua, në atë anën humbse të luftës. Presidenti Trump ka shumë leva në dorë, ekonomia amerikane edhe pse si thua, po e ndjen shumë pasojat e luftës, nuk është akoma në atë fazën ku populli amerikan të ngrihet dhe ti kushtoj apo ti ushtroj një presion, një trysni qeverisë amerikane të jashtëzakonshme për ta mbaruar këtë luftë. Dhe prandaj them që të dyja palët janë në një situatë ku të dyja palët ndjehen të fuqishme dhe të dyja palët nuk kërkojnë të lëshojnë asgjë, sepse nga kërkesat që të dyja palët kanë, duke qenë në këto pozicione, janë shumë larg njëra tjetrës. Dhe besoj që këtu është problemi. Palët janë shumë larg njëra tjetrës dhe për të arritur paqen, palët duhet të jenë shumë më afër se sa janë tani. Qartë. Interesante ishte durant një raportim i medias amerikane CNN që pretendonte që arsenali ushtarak dhe raketori i Iranit jo vetëm nuk është shkatëruar, por gjatë kohës pasunëve amerikane dhe izraelite, gjatë kohës së armëpushimit, Irani ka rekuperuar disa prej armëve që i mbante të fshehura raketave me rrezet të gjatë nën-toksore, të cilat pavarësisht të dëmtimit që sulmet e izraelite kanë bërë në hyrjet e tuneleve, kanë arritur të riparojnë gjatë kësaj kohe dhe Irani mund të ketë kapacitetet për të shënjestruar tani më duke përdorur më shumë raketa me rrezet të gjatë. Dhe kjo na bën të pyesim si do të jetë përgjigjja e Iranit nëse do të kemi një rifillim të luftës, sepse ka kërcënuar ta çojë përtej rajonit. A do të nënkuptonte kjo që mund të shënjestroheshin edhe objektiv në Europë? Në radhë parë le të flasim për pjesën e luftës në lindjen e mesme dhe pastaj le të kalojmë tek Europa. Sapo është bërë një deklarat nga zëdhënësi i ushtrisë së Iranit që i ka, si thua, ata po përgatiten të sulmojnë pjesën e veriut të Izraelit, pra pjesën e cila si thua po përdoret në luftën me Libanin. Pra jemi në hapat e parë, besoj unë, të luftës, sepse Izraeli nuk të rriqet nga Libani. Irani tani më për të mbrojtur ato mbështetësit e vet apo praksit e vet Hezbollahun, kërkon që të godasë Izraelin, pra jemi shumë afër kësaj lufte. Për sa i përket rrezikshmërisë së Iranit, unë do të sjell edhe një shembull, i cili nuk është raportuar në media shumë, por ishte shumë domethënës, besoj unë.
gjatë kohës luftës, pjesës së dytë të luftës, u godit një objekt në afër Dimonës. Dimona është qyteti ushtarak, si thua, ku është pjesa nukleare e Izraelit. Pra, të gjithë armët nukleare të Izraelit, të gjithë pjesa ushtarake e Izraelit për sa i përket armëve nukleare është në Dimona. Në pjesën e dytë të luftës, pra në luftës 6 ditore, u godit një objekt në Dimona. Kjo si thua u është kalua nga media, por nga investigimet që ka bërë, nga deklaratat e vetë iranianëve dhe nga fotografit e publikuar, jo vetëm fotografitë e publikuara nga iranianë, por edhe nga fotografitë e publikuara nga njerëz të cilët si thua gjurmojnë lëshimin e këtyre raketave dhe shikojnë vendet gjeografike nga ka rënë këto raketa. Ajo raket ka bërë diçka, ishte më tepër një raket e lëshuar për të treguar forcën e Iranit, sepse ajo raket kishte goditur bunkerin nuklear të Iranit, i cili ndodhej ngjitur me kampin e Dimonës ku është komplet forca nukleare e Iranit dhe kishte arritur komplet forca nukleare e Izraelit. Dhe kishte arritur të shkatërronte këtë bunker nuklear. Kjo besoj unë se është me një raketë të cilën nuk e kishte lëshuar më parë. Pra raketa e cila ballistike, e cila kishte goditur këtë bunker nuklear nuk kishte lëshuar më parë. Dhe kjo besoj unë që ka qenë një tregim dhëmbësh i Iranit. Ka qenë një tregim dhëmbësh ku ka treguar se në qoftë se ju vini për shkatrimin tonë, edhe ne do vim për shkatrimin tuaj. Dhe çdo të thot kjo për të kaluar pak më gjerë. Pra, a besoj unë se Irani do të godas Evropën? Nuk besoj se Irani do ta godas Evropën drejt për drejt, në qoftë se Evropa nuk bëhet pjesë e atakut kundra Iranit. Pra këtë nuk e besoj, dhe besoj që liderët evropian kanë mbajtur një qëndrim pak a shumë të drejtë dhe asnjënjës për sa i përket kësaj. Por rreziku tjetër është shpërthimi i zonave nukleare në Izrael. Pra, në qoftë se Irani, në qoftë se arrim në një situatë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmojnë Iranin, atakojnë Iranin në një mënyrë ku Irani nuk shikon më ndonjë të ardhme për veten e vet. Pra dhe si thua, bëhet si i mbyturi që të mbyt. Unë megjithmonë besoj që Irani pastaj do të sulmojë zonat nukleare të Izraelit dhe një shpërthimi në zonat nukleare të Izraelit, ajo rrezja apo mbetja nukleare e cila do dalin nga shpërthimi i zonave nukleare në Izrael, unë besoj që do të arrisë dhe Evropën dhe kjo do të jetë shumë e dëmshme se sa sulmi me raketë, sepse sulmi me raketë është i lokalizuar. Rrezja e këtij shpërthimi apo rrezja e saj, rrezja radioaktive që del nga ky shpërthim nuk e lokalizon dot. Paralelisht me zhvillimet shqetësuese në lindjen e mesme, kemi pasur edhe përshkallëzim të luftës luftës ruse në Ukrainë gjatë javëve të fundit, bombardime në zemër të Kievit, goditje të zonave diplomatike dhe paralajmërime për evakuim të stafit të huaj. Përse Putin po ja shpërson luftën tani, Dorand? Unë mendoj që Putin shikon një dritare, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po merren dhe Evropa, me thënë vërtetën, po merren shumë me Iranin. Putini shikon Evropën si Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një, si thua, gjigant i cili po merret me luftën e vet në Iran, dhe Evropën si një përbindësh ose si një fuqi e madhe e lënduar nga kjo lufta në Iran. Pra, Putini shikon një dritare. Gjithmonë nëse kemi parë sulmimet e Rusisë kanë ndodhur në pranverë dhe në verë, sepse dhe vetë relievi i Ukrainës e bën të mundur atë avancimin e ushtrisë këmbësore për sa i përket avancimit të ushtrisë ruse. Pra kjo është koha perfekte për Putinin. Putini shikon një angazhim Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran, një depletim të armëve amerikane për sa i përket mbrojtjes së Izraelit, mbrojtjes së aleatëve në lindjen e mesme dhe përdorimit të armëve sulmuese kundra Iranit. Shikon Evropën si një, si thua, superfuqi, ne mund ta quajmë superfuqi Evropën, të lënduar ekonomikisht nga këto që po ndodhin në lindjen e mesme, dhe edhe koha është e përshtatshme me relievin e Ukrainës, pra toka nuk është, terreni nuk është me baltë, gjë e cila do t'i dalonte mundësinë e ushtrisë ruse për të avancuar.
Pra janë të gjitha këto të cilat e bëjnë këtë avancim të Putinit, apo e bëjnë këtë sulm të Putinit të bëjmë më tepër sens. Ja kuptoj. Ndërkohë Europa është gjithmonë më e friksuar për një përhapje të luftës pas incidenteve me dron të ditëve të fundit, ku veçanërisht vendet baltike kanë qenë nën presion të vazhdueshëm. Rasti i Rumanisë i alarmoi NATO-n pasi për herë të parë në një shtet antar u qullua një zonë e populluar me pasojë të plagosur dhe dëme. Sa e rrezikuar është Europa? Përse përket luftës së drejtë për drejtë me Rusinë, në qoftë se Evropa nuk vendos të atakojë direkt Rusinë, pra me ushtar, pra të futet vetë totalisht në luftë, unë nuk besoj se Europa është e rrezikuar nga Rusia për momentin. Besoj që pjesët e Europës, në qoftë se mund të quajmë pjesë europiane, Ukraina, besoj se ajo është e rrezikuar. Po Europa, Bashkimi Evropian dhe Europa si Europë, unë nuk besoj që është e rrezikuar tani më nga Rusia, tani për tani nga Rusia. Besoj që Rusia nuk e ka kapacitetin të hapë një luftë totale me Evropën. Besoj që Rusia, si thua, sepse këtë kemi parë dhe nga ajo që ka bërë në Ukrainë, si thua, vetëm në përballjen me Ukrainën, shikoj ç'po ndodh. Kanë vite që po ndodh lufta dhe kanë marrë vetëm 20% territorit. Imagjino një front total me Europën, do të ishte diçka e papërballueshme nga Rusia. Por nëse incidentet me dron vazhdojnë të prekin forcat të shtetet anëtare, si do të ishte reagimi i NATO-s? Nuk rrezikohet një përplasje me Rusinë? Unë besoj që këta nuk kanë qenë, dërgimi i këtyre dronëve nuk ka qenë sulme. Këto mund të quaj se kanë qenë incidente. Pra nuk është se ka qenë një sulm, si për shembull, të marrim atë sulmin e incidentin e fundit që ndodhi në Rumani. Nuk besoj që ishte sulm ajo që ndodhi, besoj që ishte një incident. Tani, unë kam dhe dyshimet e mia se nga vinë këto dronë, sepse duhet parë kush përfiton nga këto incidente, dhe me thënë të vërtetën, në mendimin tim, më tepër përfiton Ukraina se sa përfiton Rusia, megjithatë kjo është diçka tjetër. Se përfiton apo për të rritur vëmendjen dhe ndërgjegjësimin e shteteve anëtare? Po sigurisht, sepse tani Ukraina, si thua, e ka humbur atë vëmendjen që ka pasur, vëmendjen e pakundërshtueshme që ka pasur në opinionin publik evropian, nga politikanët evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani është vëmendja me të drejtë ka kaluar në Iran dhe Ukraina, në qoftë se nuk do të ketë mbështetjen e opinionit publik, në qoftë se nuk do të ketë mbështetjen e qeverive me para dhe me armë, Ukraina nuk reziston dot në një përballje me Rusinë dhe prandaj që edhe duhem parë nuk pa ludoj asgjë, vetëm po shikoj se kush është fituesi. Dhe për mendimin tim, një angazhim total i Europës me Rusinë do të cillte më tepër fitues Ukrainës se sa Rusinë, sepse siç e thash, nuk besoj që Rusia e ka në interesin e saj, në avantazhin e saj, sidomos tani të ketë një përballje totale me Europën, me NATO dhe kështu me radhë. Qartë, Doran, nuk të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe ndave këtë opinionin tënd dhe këtë analizë të thelluar lidhur me situatat e krizave, jo vetëm në lindjen e mesme, por edhe në Europë. Ishte si gjithmonë kënaqësi që të kishim. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën, Rosalba. Shikues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio.
Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të rrethëqarkut. Marina franceze ka sekuestruar një anije cistern me naftë nga Rusia, duke akuzuar se ka shkelur rregullat ndërkombëtare. Kremlini reagoi me zemërim duke paralajmëruar hakmarrje të mundshme. Marina franceze sekuestroi një tjetër anije cistern ruse nafte gjatë një operacioni të kryer në det të hapur në Atlantik me mbështetjen e disa partnerëve, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Presidenti Emmanuel Macron njoftoi incidentin në një postim në X. Është e papranueshme, shkroi ai, që anijet të shmangin sanksionet ndërkombëtare, të shkelin ligjin detar dhe të financojnë luftën që Rusia ka zhvilluar kundër Ukrainës për më shumë se 4 vjet. Shkruan presidenti francez në një postim të shoqëruar me imazhe të sekuestrimit. Ky është operacioni i katërt i tillë i kryer nga Franca, e cila është angazhuar në luftën kundër flotës në hije të Rusisë, por i furishëm ishte edhe reagimi nga Kremlini. Ne I konsiderojmë veprimet të tilla si të paligjshme, ato kufizohen me piratëri ndërkombëtare. Ne nuk pajtohemi fuqimisht që ato po kryen në përputhje të plotë me ligjin ndërkombëtar. Siç e dini, Rusia po merr një sër masash për të garantuar sigurinë e ngarkesave të saj dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë, duke marrë parasysh këtë përvojë negative. Anija ruse cistern nafte që presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se ishte kapur në ujërat e Atlantikut, quhet Tagor dhe kapiteni I saj është rus. Ambasada ruse në Paris e sqaroi këtë detaj. Ndërkohë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë nuk ka ndalur. Kievi lajmëron 3 të vdekur dhe 60 të plagosur në sulme në të gjithë vendin në orët e fundit, ndërsa edhe Moska pretendon se ka psuar akte lufte. Rusia lëshoi një numër rekord dronësh me rrezet gjatë veprimi kundër Ukrainës në maj, sipas një analize të AFP-s, të dhënave të përditshme të forcave ajrore të Ukrainës. Analiza zbuloi se Rusia lëshoi 8150 dronë me rrezet gjatë veprimi dhe mbi 200 raketa gjatë muajit, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të vendosur një muaj më parë. Ndërkohë presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në një intervistë ekskluzive me CBS News se qeveria e tij ka prova se Rusia rrëmbeu fëmijët Ukrainas dhe I stërviti ata për të luftuar kundër ukrainasve të tjerë. Kjo është një akuzë që gjykata ndërkombëtare penale e ka vendosur se mund të përbëjë një krim lufte. Video të reja rekrutimi që po qarkullojnë në universitetet dhe rrjetet sociale në Rusi po synojnë një audiencë të pazakont. Studentët dhe adhuruesit e videolojrave, duke e paraqitur përvojën e lojrave si një aftësi të vlefshme për operimin e dronëve ushtarak, autoritetet po përpiqen të tërheqin të rinë drejt forcave të sapo krijuara të sistemeve pa pilot. Megjithatë, pas premtimeve për paga të larta, shërbim larg vijës së frontit dhe kontrata të favorshme, studentë, ekspertë dhe aktivistë paralajmërojnë për një realitet krejt tjetër, ku presioni për të rekrutuar po rritet dhe garancitë e ofruara mund të jenë vetëm iluzion. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Claire Sebastian e CNN. Kjo nuk është një video loj me temë lufte, është një video rekrutimi e krijuar për të bindur studentët t'i bashkohen forcave ruse të dronëve. Ju kanë thënë se po humbisni kohën kot duke luajtur videolojra, thuhet në këtë klip, por ekziston një vend ku përvoja juaj është veçanërisht e vlefshme. Këto video, të cilat nisen të shfaqeshin në faqet e universiteteve dhe në rrjetet sociale në fillim të vitit, reklamojnë kontrata ushtarake në forcat e reja ruse të sistemeve pa pilot. Në ekran shfaqet një lojtar videolojrash në të majtë dhe një operator droni në të djathtë. Një universitet e kishte shoqëruar videon me mbishkrimin "Zgjidh pamjen e duhur". Por pas kësaj fushate të rejse marketingu fshihet një anë më errët. Pak student janë të gatshëm të flasin publikisht, por disa prej atyre që kemi kontaktuar kanë treguar në mënyrë anonime se presioni ndaj tyre po rritet. Gjithçka ndryshoi këtë vit, shkroi një student. Tani të gjithë drejtuesit kryesor të universitetit po u bën thirrje studentëve të shkojnë në luftë. Studentët që rrezikojnë të ngelin në mësime janë shpesh objektivi I këtyre përpjekjeve, diçka që nuk përputhet me pretendimin për krijimin e një brigade elitare. Në një video të dërguar për CNN nga një student, një grua u thot studentëve: "Po të isha në vendin tuaj do të konsideroja mundësinë për t'u bashkuar forcave të dronëve. Do të jetë sikur kreditet që ju mungojnë të mos kenë ekzistuar kurrë." Një student tjetër tregoi se brenda një dite të vetme në shkurt universiteti I tij pothuajse përjashtoi 1/3 e grupit dhe I detyroi të nënshkruanin kontrata në vend për të ruajtur statusin e studentit përmes videove, posterave dhe takimeve personale, ndonjëherë edhe me ushtar që shërbejnë në Ukrainë. Studentëve u premtohet një përvojë më e lehtë në luftë, një kontratë 1 vjeçare.
mundësia për të shërbyer larg vijës së frontit, pagesa të mëdha dhe aftësitë e avancuara teknologjike. E megjithatë, e gjitha është një mashtrim. Është thjesht një kontratë e zakonshme me ushtrinë ruse, pa afat caktuar dhe pa kushte të veçanta. ky është detaji i fshihur në shkronjat e vogla, një dekret rus i vitit 2022 për mobilizimin, i cili nuk është shfuqizuar kurrë, përcakton se çdo kontratë ushtarake mbetet në fuqi derisa dekreti të revokohet. Nuk ka përjashtime dhe nuk ka garanci. Ekspertët dhe aktivistët kundër luftës thonë se nuk ka siguri se rekrutët do të përfundojnë në njësitë e dronëve. Sa po një person nënshkruan kontratën, ai bëhet praktikisht i varur plotësisht nga Ministria e Mbrojtjes dhe mund të largohet në cilën do njësi që ajo konsideron të nevojshme. Nuk është ende e qartë se sa studentë janë rekrutuar deri tani. Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk ju përgjigj kërkesës së CNN-it për koment. Megjithatë, studentët me të cilën folën nuk duken të bindur. Nuk më duket as pak bind se kjo marrëzi, shkroi njëri prej tyre, jam thellësisht kundër propagandës ushtarake mes shokëve të mi të universitetit. Askush nuk po mendon të nënshkruaj kontratë, madje as ata që ndodhen në vështirësi të mëdha financiare, shkroi një tjetër. Humbjet ruse në Ukrainë janë shtuar gjatë muajve të fundit dhe sistemi i joshjes së ushtarëve me paga të larta dhe shpërblime, po përballet me vështirësi gjithmonë më të mëdha. Ka shumë vlerësime që tregojnë se rekrutimi po bëhet gjithnjë e më i kushtueshëm për Kremlinin. Prandaj presioni dhe detyrimi po bëhen më të dukshme. Betejë kryesore për paqen zhvillohet brenda teje, thuhet në një nga videot e rekrutimit, ndërkohë betejë e brendshme e Rusisë për të siguruar më shumë personel ushtarak po intensifikohet. Për zhvillime të tjera rreth globit dhe rajonit ju ftoj të ndiqni këtë flesh informativ nga kolegu Xhevair Shardaku. Ushtria izraelite ka marrë kontrollin e kalasë Beafortit në Libanin Jugor, një opozicion strategjik që dominon pjesë të mëdha të Libanit dhe veriut të Izraelit. Sipas autoriteteve izraelite, avancimi përtej lumit Litani synon izolimin e Hezbollahut dhe forcimin e zonës së sigurisë përgjatë kufirit. Kjo është hera e parë që Izraeli rimerr kontrollin e këtij objekti që nga tërheqja e trupave të tij nga Libani Jugor në vitin 2000. Ministri i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se forcat izraelite do të vazhdojnë që të mbajnë në kontroll Kalan si pjesë të strategjisë së sigurisë. Zhvillimi pritet që të rrisë dhe më tej tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut në rajon. Kolumbia do të zhvillojë balotazhin presidencial më 21 qershor pasi asnjë kandidat nuk arriti që të sigurojë mbi 50% të votave në raundin e parë. Kandidati i djathtës Abelardo de la Espriella, i njohur si admirues i Donald Trumpit, kryeson me 43.7% të votave, ndërsa senatori i Majt, Ivan Capeda, renditet i dyti me 41%. Fushata zgjedhore është shoqëruar nga incidente të rënda dhune, përfshirë sulme me dron, rrëmbime dhe vrasje. De la Espriella e cilësoi rezultatin si një fitore kundër tiranisë dhe absolutizmit, ndërsa Capeda dhe presidenti Gustavo Petro kanë kërkuar verifikimin e plotë të votave duke ngritur dyshime për parregullsi. Autoritetet zgjedhore megjithatë deklaruan se procesi i votimit u zhvillua normalisht dhe në mënyrë të sigurt. Një stuhi e fuqishme pluhuri përfshiu qytetin Harbin në Kin duke kthyer ditën në errësirë pothuajse të plotë. Erërat arritën shpejtësinë deri në 127 km/h në nivele të krahasueshme me ato të tajfuneve. Moti ekstrem shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të qytetit. Një rul në një park argëtimi mbeti bllokuar në mes të lëvizjes për shkak të erërave të forta. Pasagerët u evakuan në këmbë pa raportime për të lënduar. Një avion i kompanisë United Airlines që ishte nisur drejt Spanjës u detyrua që të kthehej në aeroportin Newark në New Jersey pas një alarmi të mundshëm sigurie. Sipas pasagjerëve, gjatë fluturimit u zbulua një rrjet Bluetooth me emrin Bomb. Duke ngritur shqetësime të ekuipazhit, avioni u kthye menjëherë dhe ul pa incidente, ndërsa policia dhe njësitë me qen kontrolluan mjetin. Pasagerët u zbritën nga avioni dhe ju nënshtruan sërish procedurave të kontrollit të sigurisë. Kompania ajrore dyshohet se bëhet fjalë për një shaka të papërgjegjshme, ndërsa fluturimi vazhdoi më vonë drejt Spanjës me një ekuipazh të ri. Kemi vëritur në fund të këtij rrethëqarku për sot, bashkë i takohemi nesër, natën e mirë.